A ke pyetur veten ndonjëherë pse agjerojnë muslimanët? Përse miliona njerëz mbar botën heqin dorë nga ushqimi, pija dhe marrëdhëniet intime që nga agimi deri mbrëmje, madje për një muaj rresht? A është kjo thjesht një traditë apo ndonjë sfidë trupore apo diçka shumë e thellë se kaq? Përgjigjen e kësaj pyetjeje do ta jap pasi t'i bëj disa pyetje tjera të rëndësishme. A ke menduar ndonjëherë pse jemi krijuar? A jemi krijuar thjesht vetëm për të ngrënë, për të pirë, për të jetuar disa vjet e pastaj të vdesim pa ndonjë qëllim? A ka mundësi që kjo gjithësi e cila është krijuar, është ndërtuar në mënyrë aq përkryer të jetë pa ndonjë qëllim? A ka mundësi që krijesa më e veçantë, njeriu, të mos ketë kurfar qëllimi në krijimin e tij? Padyshim që jo. Përgjigjen në këtë pyetje na jep Kur'ani në mënyrë shumë të qartë. Zoti na ka treguar në Kur'an se e ka krijuar njeriun vetëm për ta adhuruar atë, për ta adhuruar Zotin pa i shoqëruar asgjë në adhurim, pra pa i bërë ortak atij. Kësaj thirrje hyjnore i kanë qëndruar besnik vetëm muslimanët, edhe pse gjithë profetët përgjatë gjithë historisë gjithë kanë ftuar vetëm në adhurimin e Zotit një. Pra, kjo ka qenë thirrja kryesore e gjithë profetëve. Padyshim që Islami është feja e gjithë profetëve, që nga Ademi e deri te Muhamedi, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të gjithë ata. Përderisa jemi krijuar të adhurojmë vetëm Zotin, atëherë si të adhurojmë atë? Zoti na ka treguar këtë përmes profetëve të tij, duke na dërguar pra profet dhe libra të shenjtë. Aty na ka treguar mënyrën se si duhet të adhurojmë atë dhe si të afrohemi te ai. E tash t'i kthehemi pyetjes kryesore. Pse agjerojnë muslimanët? Muslimanët para së gjithash agjerojnë sepse agjerimi është urdhër i Zotit. A ka më mirë se sa ti bindesh urdhrit të krijuesit tënd? Ai që është rob i Zotit, i bindet Zotit, ai është njeriu më i lirë, është i pavarur nga krijesat, sepse ai nuk adhuron as njerëz, as gur, as engjëj e kështu me radhë, adhuron vetëm krijuesin e vet. Kjo është ajo liria e vërtetë. Pra të jesh rob vetëm i krijuesit tënd, edhe në fakt vet agjerimi e ka këtë kuptim, sepse agjeruesi ndalet edhe nga gjërat e lejuara, nga ushqimi, pirja, nga nevojat e përditshme, për shkak se duhet ta dëshmoj se ai është në gjendje ta mposht vetveten, nuk është sklav i dëshirave të veta, pra i lën edhe gjanat e lejuara vetëm për t'ju bindur urdhrit Zotit dhe për ta ushtruar veten t'i kundërshtoj dhe t'i mposht gjitha dëshirat e veta. Pra kjo është liria e vërtetë. Cili është qëllimi i agjerimit? Përgjigjen e kësaj pyetje na tregon Zoti në Kur'an, kur thot: O besimtar, juve ju është bërë detyrë agjerimi, siç ishte detyrë edhe për popujt e mëparshëm, që të bëheni të devotshëm. Pra, qëllimi i agjerimit është arritja e devotshmërisë, afrimi me Zotin e plotfuqishëm. Nga ajeti i mëparshëm e kuptuam se gjithë popujt e kishin obligim agjerimin. Pra, gjithë profetët dhe popujt e tyre e kishin obligim të agjeronin. Agjerimi na mëson të japim, të kujdesemi për njëri tjetrin dhe të jemi falëndërues për dhuntitë e Zotit. Çfarë e bën muajin e agjerimit Ramazanin kaq të veçantë? Ajo që e bën të veçantë Ramazanin është se në të zbriti Kur'ani, shpallja e fundit e Zotit drejtuar njerëzimit. Por çka e bën Kur'anin kaq të veçantë? Kur'ani nuk është thjesht një libër, ai është fjala e Zotit fuqiplot, është fjala e Allahut. Kur'ani sfidoi njerëzimin që nga zbritja e tij që të sillnin qoftë edhe vetëm një sure, sikurse suret e tij, sikurse kaptinat e tij, por askush nuk mundi ta bëjë një gjë të tillë.
Kurani nuk ka ndryshuar që nga zbritja e tij e deri më tash. Pra, mbi 1400 vjet nuk ka ndryshuar as edhe një shkronjë e vetme. A e dini se miliona njerëz e din Kur'anin fjalë për fjalë, madje edhe shumë fëmijë. A nuk është kjo një mrekulli në vetvete? Kur'ani që ka zbritur para 1400 vjetësh sfidon njerëzimin me ligjet e përkryera të tij në çdo aspekt të jetës. Madje në të ka edhe shumë ligje, shumë fakte shkencore, cilat janë zbuluar shumë shekuj pas zbritjes së Kur'anit. Pra, kjo dëshmon qartë se Kur'ani nuk mund të jetë një fjalë e një njeriu, por është fjala e Zotit fuqiplot. Disa njerëz pretendojnë se Kur'ani është fjala e Muhamedit, paqja qoftë mbi të. Por si mund të jetë kjo e vërtet kur ai nuk dinte as shkrim e lexim? Si mundet një njeri i pashkolluar të sjellë një libër që sfidon mendjet më të ndritura të historisë? Pra, pa dyshim, Muhamedi është i dërguar i Zotit. Ai nuk kërkoi pushtet, nuk kërkoi asnjë të mirë të kësaj dunjaje, madje u persekutua, u dëbua nga vendlindja e vet, por asnjëherë nuk hoqi dorë nga thirrja e tij. Pra, kjo dëshmon se ai ishte vërtet një i dërguar i Zotit. Andaj të thras edhe ty që ta lexosh vet Kur'anin, sepse do ta zbulosh të vërtetën dhe do ta kuptosh qëllimin e krijimit tënd. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون